Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza kanë mirëpritur në jetë fëmijën e tyre të dytë. Para ditën e së hënës Veliaj u shoqërua nga paraburgimi i Durrësit drejt maternitetit Koço Gliozheni, pasi mori një leje 48 orëshe nga prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të qenë pranë familjes në momentin e lindjes së fëmijës. Çifti janë gjithashtu në prindër të një djali, Kajan, i cili erdhi në jetë në tetor të vitit 2018. Erion Veliaj ndodhet në paraburgim që prej shkurtit të vitit 2025 në kuadër të një hetimi të zhvilluar nga SPAK, prokuria e posaçme ka ngritur ndaj tij 13 akuza, mes të cilave korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve të ndaluara në institucionet e vuajtjes së dënimit. Sipas SPAK, pjesa më e madhe e akuzave lidhen me korrupsionin pasiv të pretenduar në 9 raste në marrëdhënie me kompani të ndryshme, të cilat sipas organit akuzës kanë përfunduar leje ndërtimi dhe fonde publike nga Bashkia e Tiranës, ndërsa në këmbim Veliaj dyshohet se ka përfituar shuma monetare dhe pasuritë paluajtshme. Në të njëjtën çështje është në hetim dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza. SPAK e akuzon atë për korrupsion pasiv në 9 raste në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurëse. Ndërkohë hetimet në këtë dosje vijojnë ndërsa autoritetet e drejtësisë pritet të vazhdojnë procedurat ligjore për zbardhjen e plotë akuzave të ngritura ndaj të dyve.